Nuk e di sakt me probabilitet edhe me përqindje, sa i kam gjasa të bëhem kryeministër, por unë mendoj që Kosova do ta ketë një qeveri, por në fund fundit mendoj që nuk varet krejtësisht nga lëvizja vendosi. Kësaj radhe zgjedhjen se a do të kemi qeveri të re apo do të shkojmë zgjedhje, krejtësisht në dorë e kanë partitë që ne po ju themi opozitare. Ne kemi në dorë për me propozu qeverinë e dytë, domethënë mandatarin e dytë. Në këtë rast unë propozova nga Këshilli i Përgjithshëm, vetë kryeministri Kurti më propozoi, më nominoi më saktësisht, presidentja më mandatoi si kandidat. Kabineti im edhe vetë si kandidat për kryeministër do dalë në seancë, kur ne ta vendosim ditën e saktë, e pastaj se a do të votojmë ajo, më shumti në dorë e kanë deputetët e partive tjera, me qenë se ju e dini që deri tash në këtë kompozicionin e numrave të mazhorancës nuk kanë qenë më shumë se 56 ose 57. I ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që ta shfrytëzojnë në të gjitha komunat ku po mbahet raundi i balotazhit për zgjedhjet lokale, ta shfrytëzojnë këtë drejtë të tyre, që të bëhen bashkë pjesëmarrës në ndërtimin e demokracisë, sepse siç e dim, demokracia është e pamundshme pa një pjesëmarrje të madhe qytetare. Unë uroj që të fitojnë më të mirët, ashtu siç janë në sytë e qytetarëve, qysh ata i vlerësojnë.